Ka qenë një stërnip, kështu po e quj, i pejgamberit a.s. Djali Husejnit radiallahu anhu, Zejnul Abidini, i cili ka pas emnin Ali, emnin e babgjyshit, Hazreti Alis, ka jetu në Medinën e pejgamberit a.s. Musliman që në zemanin e tij pothuaj se nuk ka pas musliman më të mirë se ky. Edhe prej familjes, edhe prej gjenezës familjare si stërnipi pejgamberit a.s. Po kjo nuk e ka mahnit, as nuk e ka mashtru që këtë mos përkushtohet një ibadet. Zejnul Abidini o kon hoxhi madh, o kon ibadetçi i madh, o kon pasanik i madh, edhe o kon bujar i madh, gjymert. Se ka pas dorën e shtrëngume. Subhanallah. Do më të tregoni një ngjarje shumë interesante. Këtij burri, që gjithsesi kjo tregon dhe dëshmon imanin e këtij burri. Ky aq ka qenë bamirs edhe gjymert, diku 1000 familje në Medinë i ka mbajt me ushqim, me mille, me vaje, me çka janë kon gjërat elementare. Dhe kjo ka vazhdu me vite, jo një muj e 2 muj, me vite. Edhe kur kush nuk e ka ditë. 1000 familje u shku 1000 dyr në Medinë, kur në qua ta në sabah me dalë me falë namazin e sabahit, e kanë pa para derës, thesin me mill, vajin, krejt gjanat elementare. Edhe se kanë ditë kush për ju bjen. Subhanallah, një herë ti mundesh mu mshef. Edhe ka pas pun me 1000 dyr në për mahallat ndryshme. Po e zojmë 5 në qëtë mahall, 5 në atë mahall, 10 në atë mahall, kur kush nuk po mundet me ditë që ky po e bën këtë mirësi, ky po e bën këtë bujari. Jo një muj, me vite. Pe mshef punën e mirë, se po don me e bo për Allahun. A dini si e kanë zbulu rastin? Kur ka ndru jetë, rahimahullah, Zejnul Abidini, ty e la gjenazën, jon kon ty e la gjenazën, trupin e ti, disa bura, po ja shohin shpindën, krejt zi, hematoma, apo vreda, si i thuni, edhe po tutën, ty e la gjenazën, këta po bojnë, po çuditën, Allah, Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ky zotni i madh po, muslimani i madh po, hoxhi i madh po, ibadetçi i madh po, pasanik po, ky nuk o kon argat me punu, shpindën krejtzi, po tutën me fol. S'po din pse. E kanë la gjenazën, e kanë fal gjenazën, e kanë shtin dhe, kanë kalu pak ko, kanë nis mu lajmëru fukarat e Medinës. Se ishin mësu 7-8 vjet, 1000 familje ushqimin për çdo muj. Tash s'ka mo kush me u qu ushqim. Po lajmërohet, po fillojnë ankesat, shqetësimet, një atje. Dikur këta që e kanë la gjenazën e ti than, tha, e kemi zbulu sekretin. Tha, ky ko ka kona i buri, që 1000 familjeve me shpindën e ti, i ka bajt thast e millit të ushqimit, e ja u ka qu ushqimin. E ka bo shpindën zi. Rahimahullah. Iman. Friga e ti, ndaj Allah të baraka wa ta'ala.